Do flasim tani për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe partitë politike. Komisioni Qendror ka publikuar të dhënat financiare të pa audituara për partitë politike në Kosovë, ndërkohë për 4 partitë kryesore do i paraqesim në mënyrë grafike të hyrat që kanë pas, pra ju kujtojmë që këto janë të dhënat të pa audituara dhe burimin e kanë zyrtar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Do e filloj me lëvizjen vetvendosje, duke ja shpalosur të dhënat për vitin 2024 dhe 2023 dhe krahasimin sa i përket vitit 2024. Lëvizja vetvendosje ka pasur në buxhet 2.337.168 euro, në ndërkohë shpenzimet, pra e vreni kjo që është me ngjyrën e kuqe, të raportuara në KQZ nga ana e lëvizjes vetvendosje janë 1.085.296 euro. Në ndërkohë në vitin 2023 buxheti i lëvizjes vetvendosje ka qenë 2.750.000 euro, në ndërkohë shpenzimet në vitin 2023 janë deklaruar 1.384.154 euro. Këto kanë qenë të dhënat financiare të lëvizjes vetvendosje, subjektet më të madh politik në vend, edhe për nga numri i ulësve edhe në legjislaturën që ishte për 4 vjet, por edhe në legjislaturën e re, që ka fituar 28 deputet. Do të vazhdojmë me Partinë Demokratike të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës në vitin 2024, buxheti i saj ka qenë 1.034.134 euro, në ndërkohë shpenzimet i ka pas 938.548 euro. Pra këta janë shpenzimet e deklaruara për vitin 2024 të Partisë Demokratike të Kosovës. Në ndërkohë në vitin 2023 ka pas në buxhet 951.483 euro, e shpenzimet të deklaruara 717.543 euro. Pra një diferencë mes të hyrave dhe shpenzimeve prej 123.000 euro në vitin 2023. Në ndërkohë diferenca paraprake për vitin, në fakt për vitin 2024 është dikon 95.000 euro. Do vazhdojmë me Lidhjen Demokratike të Kosovës për t'i paraqitur edhe të hyrat e saj dhe shpenzimet sa i përket vitit 2023 dhe 2024. Në vitin 2024 Lidhja Demokratike e Kosovës ka pas të hyra të deklaruara prej 643.047 euro, në ndërkohë në këtë vit ka shpenzuar 594.398 euro, sipas të dhënave të pa audituara që burim kanë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkohë në vitin 2023 buxheti ka qenë 723.169 euro, e shpenzimet i ka pas 431.824 euro të shpenzuara sipas këtyre të dhënave. Do të vazhdojmë me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, subjekti që u rendet i 4-ti edhe në zgjedhje. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në vitin 2024 kishte buxhet prej 325.000 euro, në ndërkohë shpenzimet i ka pas 907.796 euro, të dhëna interesante këto, e në vitin 2023 shpenzimet i ka pas pra dikon 268.119 euro e 28 cent. Dhe një gjë të tillë ka janë dhënë si justifikim edhe për shkak të ndryshimit të objektit të cilin e kanë bërë pra lëvizja. Në fakt Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është larguar nga objekti i tyre zyrtar, të cilin e ka pas për shumë vite dhe ka kaluar në një objekt tjetër në Dragodan. Këto kanë qenë të dhënat